Zoti kryetar, kam një zotëri këtu, ky del për jashta ose unë s'kam mundësi të flas. Domethënë, ky zhurma këtu. Jo, ne s'folim asnjë kur foli ai. Tani s'fol. Mos pengoni folsin. Tani, Zoti Balliu. Të gjithçka që dëgjuat nuk i referohet ligjit për cilin votohet sot. I referohet ligjit për antidiskriminimin i votuar në vitin 2010 dhe që mban firmën e zotit Sali Berisha. Ja ku e kam ligjin këtu dhe hajde lexoj. Ju ftoj dhe ju sfidoj publikisht ta lexojmë ligjin këtu. Dhe merre lexoj ligjin. Dhe e keni votuar në 2010 me firmën e Sali Berishës. Sa i përket ligjit për cilën flasëm. Zonja dhe zotrinj qytetar shqiptar, motra dhe vëllezër, burra dhe gra të këtij vendit. Në ligj sankcionohet qartë si gjini, në Republikën e Shqipërisë ka vetëm burra dhe ka vetëm gra. Dhe kjo është rregulluar edhe me amendamentin e propozuar prej meje dhe 2 kolegëve tjerë. Edhe për këtë amendament që gjoja u kundërshtoka, informoj publikun shqiptar dhe gjithë ata që na ndjekin që do ta nxjerrë lakurish atë që gënjen sot, është Konventa e Stambollit, e ratifikuar nga Shqipëria, e firmosur nga Sali Berisha në vitin 2011 dhe ratifikuar nga ky kuvend në vitin 2012. Ratifikimi i ndodhur këtu në parlament, një sekond, e kam votuar edhe unë, se nuk jam unë Bullacak, por jam ai që ka mbajtur të njëjtën qëndrim mbaj sot. Politizimi i kësaj çështje nuk ka as pak të bëjë me këtë ligj. Në këtë ligj, zonja zotëri, motra dhe vëllezër, burra dhe gra të këtij vendi, thuhet qartë që në Republikën e Shqipërisë nuk do të ketë më gra që të paguhen më pak se burrat për shkak se janë gra.